Përshëndetje të gjithë, këto janë disa vargje inkurajuese nga Bibla. Do vazhdojmë me Isaia kapitulli 20, vargu 31. Por ata që shpresojnë te Zoti, fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Isaia kapitulli 41, vargu 10. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime. Psalmi kapitulli 56, vargu 3. Kur të kem frikë, do mbështetem te ti. Mateu kapitulli 6, vargjet 25 deri në 34. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do hani dhe do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do vishni. A nuk është vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi se veshja? Vini re, zogjtë e qiellit, nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në ambar, dhe ati juaj që dhori ushqim. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa ata? Dhe cili nga ju, me gjithë shqetësimin e tij, mund t'i shtoj shtatit të tij qoftë një kubit? Pse shqetësoheni për veshjen tuaj? Vini re si rritën zambakët e fushës, nuk lodhen dhe nuk tjerin. Dhe po ju them se as Solomoni me gjithë lavdinë e tij nuk ishte i veshur si një nga ata. Por nëse Perëndia e veshi kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furrë, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju, njerëz besim pak? Mos u shqetësoni pra, duke thënë çfarë do ham ose çfarë do pim, ose me çfarë do vishemi, sepse paganët kërkojnë të gjitha këto. Ati juaj qellor, pra e di mirë se ju keni nevojë për këto të gjitha. Para se gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Mos u shqetësoni pra për të nesën, sepse nesmja do shqetësohet vetë për vete, secila ditë i mjafton e keqja e vet. Isaia kapitulli 26, vargu 3 dhe 4. Mendjes që po shoh te ti, ti ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti. Kini besim te Zoti për jetë, sepse Zoti, po Zoti, është shkëmbi i përjetshëm. 2 Korintasve kapitulli 4, vargjet 16 deri 18. Prandaj nuk ligështoheni, por edhe pse njeriu i jashtëm prishet, ai i brendshmi për të rihet nga dita në ditë, sepse shtrëngimi i lehtë i tashëm prodhon për ne një peshë të përjetshme, të pamas e të pashoq, të lavdisë, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Psalmi 55, vargu 22. Hizmi Zoti i barën tënde, dhe ai do të mbajë. Ai nuk do të lejojë kur që i drejti të lëkundet. Isaia kapitulli 52, vargu 12. Sepse ju nuk do niseni me nxitim e nuk do shkoni me tu, sepse Zoti do ecë para jush. Perëndia e Izraelit do jetë praparoja juaj. Psalmi kapitulli 23, vargu 1 deri në 4. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota me barë të njohur, më prin te kujrat e qeta. Ai ma përtërin shpirtin, më prin në përshtigjet e drejtësisë, për hir të emrit të tij. Edhe sikur të ecja në luginën e jetë së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe krapa jote janë ato që më japin zemrën mua. Psalmi 103, vargjet 1 deri në 6. Beko shpirtin Zotin dhe gjithçka që është në mua, të bekoj emrin e tij të shenjtë. Beko shpirtin Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat e tij. Ai fal të gjitha pautësitë e tua dhe shëron të gjitha smundjet e tua. Shpëngon jetën tënde nga shkatrimi dhe të kurorëzon me mirësi edhe mshuri. Ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypur. Gjoni kapitulli 3, vargu 16. Sepse Perëndia e deshja aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson atë, të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Zoti ju bekoft dhe faleminderit që dëgjuat këtë vargje.